dhe drejtove botën, lavdim ty. Dhe për shpëtimin e shpirtëve tanë, le t'i lutemi Zotin, për paqen e të botës, qëndrimin e mirë të kishave shëntë. Për të shpirtën shëntë dhe për të përmërë, të lije për herë e lijetë. Sipas Mateut, ledvëmëre. Lavdim ty, o Zot, lavdim ty. Në atë kohë, vjen Jezuin nga Galileja në Jordan, te Johani, që të pagëzohet nga hy, por Johani e ndalon atë duke i thënë, unë kam nevojë të pagëzohem prej teje, e ti vjen të punë. Edhe Zoi u përgjigje i tha, lere të cilë se më shkuën në gjaneve të mbushim. Të qërojmë në emrin e ti, të mbushim. Atëhere e lë atë, edhe Zoi se u pagëzua me njerë, doli nga ujë, edhe jatek u hapë në qije, edhe pa frymën e Perëndis, duke zbritur por si pëllum, e duke ardhur mbi atë. Edhe jashtë tek u dëgjua një zër nga qiejtë, që thoshte, ky është biri im i dashur, që kam përqyer. Lavdim ty, o Zot. Ne edhe të gjithët të krishterës, për të tharë dhe orthodox, i bëjkohë Zoti Perëndi në mbretërinë e tij. Që kanë shpresë gjallje dhe jetë të pasosur. Dhe do të vijë përsëri me lavdi, të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, mbretëria të cilët nuk do të ketë marrim. Dhe në një shpirt të shenjtë, Zoti i berës, që burohet prej Atit, adhurohet, lavdërohet bashkë me Atin dhe me Birin, që foli me anën e profetëve, në një kishë të shenjtë katolike dhe apostolike, pohoj një pakzim për ndjesën e mëkateve, për ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të armëshuar. Amin. Dielli të lavdëron hëna, ty të rrethojnë yjet, ty të bindet drita. Madhje o Zot dhe të çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do.
e bekuar është mbretëriatit, Biri dhe Shpirti Sent, tani e për herën e jetës të jetëve. Amin. Me paqe le t'i lutemi Zotit, për paqen që lartësi dhe për shpëtimin e shpirtëve tanë, le t'i lutemi Zotit. Për paqen të botës, qëndrimin e mirë të kishëve shendet Perëndis dhe për bashkimin e të gjithëve, le t'i lutemi Zotit. Për këtë shtëpi të shendet për ata që i brenda në të mëbes, shprej sari dhe frikë Perëndije, le t'i lutemi Zotit. Uji, me fuqin dhe primin dhe arin e Shpirtit Shenjtë, le t'i lutemi Zotit. Që të dërgohet mbi të hiri shpëtimit dhe bekimi i Jordanit, le t'i lutemi Zotit. Që të zbresë mbi këtë uji dhe primi pastrues i Trinis, se për mbi natyrshme, le t'i lutemi Zotit. Që të ndriçohemi me ndriçimin e njohjes dhe shpresëtarisë në anën e ardhë Shpirtit Shenjtë, le t'i lutemi Zotit. Që të bëhet dukur dhe të padukur, le t'i lutemi Zotit. Që vjen tani të ndriçimi i Shpirtit Shenjtë për shpëtimin e tij, le t'i lutemi Zotit. Që të tregohet ky bir dhe dritë trashëgimtar i të mirave të mësuara, le t'i lutemi Zotit. Që të ruhet nga ne stolia e pagëzimit, pa njohshme dhe pa lyer, në ditët e frikshme të Krishtit Perëndis ton, le t'i lutemi Zotit. Që të bëhet ky ujë banjë rilindje për ndjes mëkatesh dhe veshje mos prishje, le t'i lutemi Zotit. Që t'gjoj Zotit Perëndia zërin e lutje son, le t'i lutemi Zotit. Që të shpëtojmë ne për çdo i dhërimi zemërimi rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Për krahas na shpëtona, mëshirona dhe ruana o Perëndi me hirin tënd. Të tërë shenjtëm të pacënuarën, të përmbi bekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë linë, se gjithmonë Virgjën Mari. Ojmë. O Perëndi, zemërdhëmshëm dhe mëshirshëm, që vëzhgon zemrat dhe veshkat dhe je i vetmi që di të fshesh njerëzve, se s'ka gjë të mos duket përpara teje, por para syve të tu të gjitha janë lakuriq dhe të hapura. Ti që di mendimet dhe veprimet e tona, mos ki ndot prej nesh dhe mos e kthe fytyrën tënde, mos i verë fajet e tona në këtë orë. Ti që nuk ke vënë re mëkatet e njerëzve kur pendon dhe pastron ndryshim e trupit të tyre, njollën e shpirtit dhe shëntron krejt me fuqinë tënde të padukur dhe me të djathtën shpirtërore, beqërinë që ne të premtojmë të tjerë liri që të u jap këtë me anën e besës së plot, me qiridashën tënde të patreguar, të mos bëhemi i padenj, shërbëtorëm i mëkatit, mos o Zot, i vetëm i mirë dhe njeridashës, mos u kthesha i përunju dhe i turpëruar, dërgom fuqi prej së lartë dhe forcom në shërbimin e këtij misteri tënd të madh dhe qellor dhe të këtij që do të rilindet, jep formën e Krishtit tënd me anën e padenjësisime dhe ndërtoje mbi themelin e apostujve dhe profetëve dhe mos e rrezo
po mbile atë si një bimë të së vërtetës në kishën tënde të apostolike dhe mos e shkull që duke u përparuar ai në rrugën e shpresërisë të lavdërohet dhe me anën e tij emri i Yt i shenjtë, e Atit Biri dhe Shpirtit Shenjtë, tani e për herën e jetë dhe amin. I madh je o Zot dhe të çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mungojë për të himnuar çudirat e tua. Se duke i sjellë të gjitha nga emociona, në të qenë me dëshirën tënde, me pushtetin tënd, në fuqitë angjëllore, ty të falen korët e kryeangjëve nga frika e lavdisate të paafruar, mbulojnë fytyrën kerubimet me shumësi dhe serafimet me 6 krah që qëndrojnë dhe fluturojnë në rreth e përqark, se ti duke qenë Perëndi i papërshkuar, pa fillim, i pa treguar, u duke mbi dhe u shoqërove me njerëzit, ti dhe ujrat e rjeshme të Jordanët i shpëtove, i shenjtërove, duke u dërguar prej qiellit shpirtin tënd të rrëshajnë dhe dërmove krerët e dragonëve që kishim foletje. Ti pra o mbret njeri dashës i këtu tani, për mbiardhjen e Shpirtit Shenjtë dhe shenjtëro këtë ujë. Ti pra o mbret njeri dashës i këtu dhe tani, për mbiardhjen e Shpirtit Shenjtë dhe shenjtëro këtë ujë. Ti pra o mbret njeri dashës i këtu edhe tani, për mbjardhjen e Shpirtit Shenjtë dhe shenjtëro këtë ujë. Bëje burim mos prishe. Le të ikin prej ti ata që mendojnë keq për krijesën tënde, se thirrë o Zot, emrin tënd të çuditshëm të lavdëruar dhe të tmerrshëm për kundërshtarët. Të dërmojë në shënimin e tipit kryqit tënd, gjithë fuqitë të kundërshtarë, të dërmohen në shënimin e tipit kryqit tënd, gjithë fuqitë të kundërshtarë. Le të dërmohen në shënimin e tipit tënd, kryqit tënd, gjithë fuqitë të kundërshtarë. Le të largohen prej nesh gjithë idhujt e erës, të padukura dhe të mos fshirët nën këtë ujë ndonjë demon i erët. Le të lutemi o Zot, të mos bresë mbi të pagëzuarin Jezu Krishtin, shpirti lik, që sjell erësim, mendimesh dhe turbullim mendje, po ti o Zot i të gjithave, bëje këtë ujë shpëtim, ujë shëntërimi, pastrim trupi dhe shpirti, zgjedhje vargonjsh, ndjes fajesh, ndryshim shpirti, banjë rilindje, përtritje shpirti, dhurat adoptimi, rob mos prishe, burim jete, se ti the, o Zot, lahuni dhe bëhuni të pastër, largoni ligësit prej shpirtëve tuaj, ti na fale rilindjen së larti me ujë dhe me shpirt, shfaqe o Zot në këtë ujë, dhe bëj që ne që pagëzohemi dhe pim këtë ujë, të ndryshohet, të zhvesh njeriu e vjetër i cili prishet nga shkaku i dëshirave të gënjeshtës, dhe të vesh njeriu e ri që përthritet sipas ikonës së krijuesit të tij, teje Perëndis dhe Zotit ton Jezu Krisht.
se ty të përket lavdia, nderimi dhe adhurimi, Atit, Biri dhe Shpirtit Shenjtë, tani e përherë e në jetët e jetëve. Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot, drita e trinisur shfaq kudo, se zëri prindit dëgjonte zërin e ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në forma pëllumbi, vërteton të zdo fjallën me siguri, ti që u fanese, o Krisht Perëndi, ndriçove botën lavdime ty. Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot, drita e trinisur shfaq kudo, se zëri prindit undi, vërteton të siguri, që ti u fanese o Krisht Perëndi, lavdime ty. Halleluja, sa u pagëzuat më Krishtin u veshët, halleluja, sa u pagëzuat më Krishtin u veshët, halleluja, sa u pagëzuat më Krishtin u veshët, Krishtin u veshët, halleluja, më Krishtin u veshët, halleluja. Ti në formë pëllumbi, vërteton të çdo fjallë me siguri, ti që u fanese o Krisht Perëndi, dhe ndriçove botën lavdime ty. Gëzuar dhe përshëndetje, dita sot është dita më e shënuar në historinë e krishterimit, është pagëzimi i Zotit ton Jezu Krisht në lumi Jordan. Nga Joan Pagëzori, ashtu si që dëgjua dhe nga materiali, më falni, dy llafi, jo shumë. Më i madh se Krishti nuk ishte Joan Pagëzori, por Krishti i tha ti do më pagëzosh, dhe si përfundim e pagëzoi. U çan çdo gjë, ikën çdo gjë, ashtu si që dëgjuat edhe nga literatura. Pra, urat e sotme janë të bekuara nga Krishti kudo, urat e burime, të lumejve, të gjithçka, edhe çesma që kemi brenda në shtëpi. Hidhi, e dini vetë.
Në atje. Ai, ka